Fshati Çervenak në rrethin e Pogradecit prej kohësh vuan mungesën e varrezave. Ky shqetësim është ngritur pikërisht nga banorët e fshatit Çervenak, të cilët janë të detyruar që të afërmit e tyre t'i varrosin në varrezat e fshatit Memblisht. Siç e shohim dhe nga pamjet, një pjesë e varrezave janë spostuar jashtë tokës së përcaktuar nga komuna e Hudenishtit. Janë të paktën 104 familje, të cilat çdo ditë jetojnë me ankthin se përveç dhimbjes që shkakton humbja të afërmve, u duhet të luftojnë duke përdorur të gjitha mënyrat për gjetjen e një vendi ku do të prehen trupat e tyre. Shpesh ata detyrohen të paguajnë banorët e fshatit Memblisht për t'i lejuar në varrezat e tyre, ose të udhtojnë me kilometra me arkivole në duar drejt fshatit ku ata kanë jetuar më herët, për të kryer ceremoninë mortore, e cila tashmë konsiderohet si një luks i tepërt. Neve si fshat nuk kemi varreza. Pa kemi bler nga komuna aty. E do komuna që aty ku jemi tash. Jemi dy fshatë me vend tash, se çfarë do bëj komuna nuk e dim çfarë. Për caktimi çfarë vendimi do mund marrë. Jeni gati ta blini vetë tokën? Jo, nes, blem dot tokë, s'kemi më sem blem. Varreza jo, rrugë jo, është turp një që të vdesi njeri edhe të bësh fjala të ditë që s'kemi ku ta vendosim. Si i bëhet? Në komunë jemi drejtuar, asnjë rrugë zgjidhjes në është bërë. Lidhur me këtë rast, një report ka kontaktuar me drejtuesit e komunës Hudenisht, të cilët e kanë pranuar situatën, ku sipas tyre mungesa e legalizimeve të banesave të tyre ka penguar gjetjen e një zgjidhje. Por ne jemi me këtë shqetësim të ngritur nga disa banorë, një pjesë e tyre. Historiku i këtyre banorëve është lidhet që nga viti 1997, të cilët kanë lëvizur nga fshati i tyre Çervenak, rreth 7 kilometër nga vendodhja e sotme, dhe sot momentalisht ndodhen në territorin e fshatit Memblisht. Edhe pse fshati Çervenak prej vitesh nuk di se ku ndodhen varrezat dhe të afërmit e tyre varrozen në çdo cep bosh, ende nuk dihet se kur do të gjendet një zgjidhje për këtë situatë të çuditshme dhe as pak njerëzore.